Parashikues, ju përshëndes dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në Blu Televizion, ku do të ndjekim së bashku zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. E nisi me aktualitet. Bashkia e Vlorës duket se ka gjetur një hobi të ri për sezonin turistik, biznesin e makinave të vogla elektrike të njohura si bugi. Me një projekt vendim të nxituar dhe një plan biznesi të bërë shkeleshko, administrata po i kërkon këshillit bashkiak rreth 40 milion lek të vjetër nga taksa tona, për t'i kaluar kompanisë Vlora Invest, për më gjerë shënimi. Bashkia e Vlorës duket se ka gjetur një hobi të ri për sezonin turistik, biznesin e makinave të vogla elektrike të njohura ndryshe dhe si bagi. Me një projekt vendim të nxituar dhe me një plan biznesi të bërë shkeleshko, administrata po i kërkon këshillit bashkiak të Vlorës rreth 40 milion lek të vjetër nga taksa tona për t'ia kaluar kompanisë bashkiake Vlora Invest. Ideja është që këto mjete të transportojnë njerëz me pagesë nga lungomare terapi, e për këtë bashkia kërkon plot 26 milion lek të vjetër për blerjen e 4 makinave, si dhe 13 milion lek të vjetër të tjera për rrogat. Blerja e 4 makinave të vogla bagi do t'i kushtoj qytetit rreth 26 milion lek të vjetër, por çudia fillon me koston e operimit të tyre. Bashkia e Vlorës kërkon edhe 13 milion lek të vjetër të tjera, thjesht për të paguar rrogat e drejtuesve për vetëm 2 muaj të sezonit, pra 10 shofer për 4 makina. Por çfarë do të bëjnë 10 punonjës me 4 makina të vogla 4 vendëshe? Kjo ushtri punonjësish për vetëm 2 muaj ngjan më shumë me një skem për të punësuar militant apo të afërm, sesa me një nevojë reale për të ofruar shërbim. E për ta bindur këshillin bashkiak që ta miratoj këtë shpenzim prej 40 milion lekësh të vjetër, administrata e bashkisë ka paraqitur një plan biznesi. E pikërisht këtu nis komedia dhe mashtrimi vërtet me shifrat. Sipas llogarive të vet bashkisë, thuhet se këto 4 mjete do të fitojnë plot 700 euro në ditë, por kur llogaritet fitimi për sezonin në dokument, thuhet se këto mjete do të gjenerojnë plot 630.000 euro. Pra nga 700 euro në ditë, llogaria fryhet në mënyrë të pakuptueshme në 630.000 euro për sezonin. Edhe po të merret si bazë një sezon 90 ditor, 700 euro në ditë japin 63.000 euro, por jo 630.000 euro. Pra fitimi paraqitet 10 fish më i lartë se llogaritë reale. Gafa tjetër është specifikimi i fuqisë së motorit, i cili shënohet si 48 watt 4 kW. Kjo shprehje është teknikisht e pakuptim, pasi 48 watt përfaqësojnë thjesht një fuqi shumë të ulët, të ngjashme me atë të një llampe ndriçimi, ndërsa 4 kW, pra 4000 watt, është fuqia reale e pritshme për një motor elektrik të këtij lloji. Për më tepër, përshkrimi i shpejtësisë si 25 km/h është gjithashtu një gabim terminologjik, pasi jo vetëm është shkruar pasakt, por nuk përputhet as me standardet inxhinierike të përshkrimit të shpejtësisë. Këto pasaktësi dëshmojnë se specifikimet janë hartuar në mënyrë sipërfaqësore, duke bërë projektin të paqartë e të pabesueshëm. E në përfundim kemi një bashki që kërkon të marrë 40 milion lek të vjetër nga aparat publike për të blerë vetëm 4 makina lodër e për të paguar plot 10 persona për 2 muaj. Për të justifikuar këtë, dorëzohet një dokument analize ku fitimi është fryrë 10 fish, e ku llogarit bazë shumëzimit dalin gabim. Ti futesh biznesit të transportit turistik kur nuk di të bësh një shumëzim të thjesht, e kur çdo kompani tjetër bashkiake rezulton me humbje, nuk është as vizion e as shërbim publik, është thjesht një tallje me inteligjencën e qytetarëve të Vlorës, si dhe një papërgjegjshmëri tronditse me taksa tona. Projekti për pastrimin e pyllit të sodës nga drurët e dëmtuar është një tjetër punë e nisur në Vlorë, por e pa përfunduar. Edhe pse u bë publik 2 vite më parë, u punua vetëm 4 muaj dhe firma zbatuese u largua pa lënë gjurmë, duke lënë më pas 10 trapem të dëmtuara të prera në atë që mund të cilësohet një pasuri e qytetit. Projekti për pastrimin e pyllit të sodës nga drurët e dëmtuar është një tjetër punë e nisur në Vlorë, por e pa përfunduar. Ky projekt publikisht u lançua 2 vite më parë dhe afati për realizimin e tij ishte 8 muaj. Por në mushkrinë e qytetit të Vlorës u punua vetëm 4 muaj për realizimin e këtij projekti, që mund të cilësohet si shkatërrim i pasurisë natyrore. Për 4 muaj firma e cila fitoi tenderin preu në pyllin e sodës çfarë gjeti, drurë të dëmtuar dhe sigurisht më shumë drurë të shëndetshëm. Më pas, kjo firmë u largua pa lënë gjurmë, duke lënë pas me 10 trapem të dëmtuara të prera në atë që mund të cilësohet si pasuri e qytetit. 2 vite më parë u lançua një projekt me shumë bujë, por që në fund nuk rezultoi i tillë. Bëhej fjalë për projektin që do të pastronte pyllin e sodës
nga drurët e rrëzuar dhe mpasta drurët do të përdoreshin për të bërë peletet të cilat do të përfitoheshin të ardhura për pushtetin lokal. Por megjithse punimet të vijuan, ky projekt më tepër e dëmtoi pyllin e sodës se sa e pastroi këtë të fundit nga drurët e dëmtuar. Momentalisht afatet kanë përfunduar prej muajsh, por efekti në mushkrinë e qytetit të Vlorës është vërtet negativ. Sot në pyllin e sodës gjen të prerë me qindra drurë, të cilët nuk kanë qenë të rrëzuar, por të shëndetshëm. Gjithashtu gjen edhe pisha që rrezikojnë të bien, që askush nuk ka marrë mundimin t'i presë, megjithse ishte motivi dhe qëllimi i këtij projekti. Përgjatë territorit të pyllit të sodës, shumë drurë të rrëzuar vijojnë ende të jenë për tokë. Madje firma e cila ka realizuar këtë projekt nuk ka marrë mundimin as ta pastrojë nga territori një pjesë të drurëve të cilët veti preu. Vapa e tejskajshme i ka bërë qytetarët e Vlorës, pushues vendas dhe të huaj të dynden drejt plazheve, duke i paratosi mënyrën e vetme për të përballur me të nxehtin e madh. Kjo e hënë ishte parashikuar të shënonte temperatura deri në 40 gradë Celsius. Vapa ekstreme ka bërë që qytetarët e Vlorës, pushues vendas e të huaj të dynden drejt plazheve, ndërsa e shohin plazhin si të vetmen mënyrë për të përballuar të nxehtin ekstrem. Për ta të qëndrosh në Bregdet pranë detit këto ditë të nxehta është një fat dhe jo shumë qytetare kanë këtë. Për pushuesit nga ana tjetër Vlora mbetet një mrekulli, një qytet i cili është i dashur nga të gjithë dhe tepër i frekuentuar. Pushuesit shprehen se këto ditë të nxehta të sezonit veror në vimësi do t'i kalojnë pikërisht pranë plazhit. Këto temperatura si duket deti plazhi? Deti shumë i ngrohtë. Është shumë i pranueshëm, domethënë është val. Ka marrë një temperaturë që e kënaq njeriu. Të zgjedhur hi edhe që të shmangësh pak diell. Po në qikë se kemi kaq kohë që rrim këtu. Ja kalon këto ditë. Me të zori thot greko, domethënë me vështirësi. Me vështirësi sepse mungesa e parë është ujë. Jemi të privuar nga e drejta për të furnizuar me ujë. Edhe nëse mungon ujë në shtëpi mendo tani si është sa e vështirë është. Ndërkohë thuhet për 40 gradë. Ka ardhur në det, vetëm janë zgjidhje për ta kaluar vapën deti është? Po është për të freskuar, se s'ke ku e kalon ndryshe. Kur s'ke ujë në shtëpi me çfarë do freskohesh vetë. Tu e kalon shumicën e kohës në det? Këtu e kalojmë. Mirë. Vap shumë thuaj, 40 gradë temperatura. Si po i përballon? Po shumë mirë, jam djalë i ri. E vetëm janë zgjidhje për të përballuar temperaturat besoj është plazhi. Po ujë. Vini shpesh, kemi thuar? Po ditë për ditë. Ditë për ditë. Pa plazhin si mund t'ja bëni? Pa plazhin do zjemi me plakat. Në shtëpi momentalisht për shembull me këto temperatura të larta. Ai që me kondicioner sa tjetër. Vetëm me kondicioner. Si është e ditën tënde afër plazhit, afër detit? Po bukur. Ka turist, ka pushues? Plot. Rrim Tiranë. Këtu qëndrojmë thua se 2-3 muaj dhe verës, këtu qëndrojmë. E ka dhënë për shumë vap të madhe mbi 40 gradë thuaj. Nuk është aq vap këtu në bregun e detit, ne nuk kemi aq shumë vap, me thënë vërtetën nuk e kalojmë kejt. Temperaturat janë 34-35 gradë jashtë. Momentalisht mendon se deti që vetëm janë mënyrë për ta zbeur pak të vapën e... Më mirë nuk ka, më mirë nuk mund të bëhet se sa në Bregdet. Si është e Vlorë në Bregdetin? Të mrekullueshëm, Gjiri i Vlorës është vërtet e mrekullueshëm. Pëlqen plazhi këtu? Pak vende ka si Gjiri i Vlorës. Ne jam vlonjate, kështu që mua më pëlqen në sezon. Këto temperaturat e larta, problem? Patjetër problem, sidomos për moshat tona. Si i përballoni? Po ne kemi problemin e zgjidhur, vëlla, ne dalim që në mëngjes, futemi në det, rrim nga një orë aty. E vetëm mundësi është plazhi, det. Po, për neve, po. Po nëse nuk do ta kishim plazhin e detit. Do kishim vdekur. Më pak njerëz ka. Të paktën deri tashti. Qyteti i bukur besoj. Kam shkuar shumë ditë të fundit. Shumë i bukur. Në përgjithësi mirë. Temperatura do të larta. Jo sot më duket më mirë. Nuk është. E ka dhënë për 40 gradë. Nuk është 40 gradë. Tani e vetëm mundësi të përdallohet të temperatura kush është për juve? Kush është freskullok. Nuk duhet ndojtur në orar zgjatur, në çadër. Sidomos për moshat e treta. Pra vetëm plazhi është mënyra më e mirë. Po plazhi kush është? Edhe
Freskullok pi ujë ftohtë, mos rinë diell, rinë hije, lëviz, në ajër, tu ka veri, ka ajër pas njerëz. E ëna sipas meteorologëve ishte parashikuar si dita më e nxehtë e këtij viti deri më tani. Qytetarët e Vlorës, pushues por edhe turistë huaj, detin e kanë si të vetmin destinacion shpëtimi, si një zgjidhje që me pak kosto të përballojnë vapën ekstreme. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, mbi 1300 persona kanë humbur jetën nga vala e të nxehtit, që ka përfshirë Europën prej datës 21 qershor, ndërsa aktualisht 150 milion njerëz po jetojnë në kushte të vapës ekstreme. Shkollat janë të mbyllura dhe rrjetet elektrike po përballen me presion të madh. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, mbi 1300 persona kanë humbur jetën nga vala e të nxehtit që ka përfshirë Evropën që prej datës 21 qershor. Drejtori i përgjithshëm OBSH-s theksoi se aktualisht 150 milion njerëz po jetojnë në kushte të vapës ekstreme, ndërsa qindra kanë humbur jetën. Shkollat janë mbyllur dhe rrjetet elektrike po përballen me presion të madh. 191 milion banor pritet të përjetojnë temperatura mbi 35 gradë Celsius gjatë javës së ardhshme, ndërsa në disa rajone termometri ka kaluar 40 gradë Celsius, ndërsa Franca raportoi 1000 vdekje. Republika Çeke shënoi rekordi historik me 41.1 gradë Celsius. Gjermania regjistroi temperaturën më të lartë ndonjëherë, 41.7 gradë Celsius në Brandenburg. Në Berlin, policia po përdor topa uji për të freskuar qytetarët. Shërbimet e trenave dhe tramvajeve janë reduktuar në disa qytete gjermane. Në Rom, Papa Leo falenderoi besimtarët që morën pjesë në lutjet e së dielës pavarësisht vapës. Në Francë, vala e të nxehtit po tregon shenja lehtësimi me alarmet e kuqe të kufizuara vetëm në 2 lindje. Evropa po përballet me një nga valët më të forta të nxehtit të viteve të fundit, duke shkaktuar pasoja të rënda në shëndetin publik, transport dhe jetën e përditshme. Autoritetet paralajmërojnë se temperaturat mund të rriten më tej në ditët në vijim. Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari, me anë të një video nga aksioni i policisë rrugore, ka përcjell një mesazh për drejtuesit e mjeteve luksoze. Teksta shkruan se nuk ka rëndësi mbi emri që mban, pozicioni që pretendon apo marka e makinës që drejton, pasi sipas tij, përpara ligjit të gjithë janë të barabartë. Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari ka publikuar një video nga aksioni i policisë rrugore ku janë dënuar me gjob disa drejtues mjetesh të cilët kanë kryer disa shkelje të kodit rrugor si parkimet e gabuara, parakalimjet apo shkeljet e rregullave të qarkullimit. Ministri fillimisht shkruan se qytetarët janë ankuar në telefonin e tij dhe email në lidhje me parkimet e gabuara në përlagje dhe rrugë, të cilat sipas tij bën shqetësim për banorët e komunitetit. Ndërsa më tej ministri jep mesazhin e fortë për drejtuesit e mjeteve luksoze, teksa shkruan se nuk ka rëndësi mbi emrin që mban, pozicioni që pretendon apo marka e makinës që drejton, pasi sipas tij para ligjit të gjithë janë të barabartë. Policia e shtetit nuk do të tolerojë asnjë shkelje pavarësisht se kush është shkelësi, thekson ministri. Një nga ankesat më të shpeshta ka deklaruar ai që ka marrë në adresën time elektronike apo në telefon janë pikërisht parkimet e gabuara në përlagje dhe rrugë, të cilat po bëhen shqetësim për banorët e komunitetit. Një sjellje as pak civile është përfillse ndaj normave ligjore dhe rregullave të bashkëjetesës në komunitet. Policia e shtetit nuk do tolerojë asnjë shkelje, pavarësisht se kush është shkelësi, nuk ka rëndësi mbi emri që mban, pozicioni që pretendon apo marka e makinës që drejton. Para ligjit të gjithë janë të barabartë dhe rregullat vlejnë njësoj për secilin. Çështja e ndërhyrjeve në kodrën e fshatit Mifol, njësia administrative në Vosel, por ngreh gjithnjë më shumë pikpyetje mbi bazën ligjore të punimeve dhe qëllimi real të marrjes së dherave nga kjo zonë. Kërkesa e banorëve të zonës për transparencë ka rënë në veshin e shurdhët të institucioneve përgjegjëse. Çështja e ndërhyrjeve në kodrën e fshatit Mifol në njësinë administrative në Vosel po ngreh gjithnjë më shumë pikpyetje mbi bazën ligjore të punimeve dhe qëllimi real të marrjes së dherave nga kjo zonë. Pamjet e filmuara me dron tregojnë ndërhyrje të konsiderueshme në teren, ndërsa banorët e zonës prej kohësh kërkojnë transparencë nga institucionet përgjegjëse. Sipas tyre, fillimisht ndërhyrja është justifikuar si punim për sistemimin e një parcele që do të shërbente për zgjerimin e barezave të fshatit. Megjithatë, ata pretendojnë se nga kodra janë larguar sasi të mëdha dheu me mjete të rënda dhe kamion, duke ngritur dyshime se materiali po përdoret për qëllime të tjera. Nga përgjigjet zyrtare të institucioneve, rezulton se Agjencia Rajonale e Mjedisit Fier Vlorë Gjirokastër nuk ka lëshuar asnjë leje apo autorizim mjedisor për këtë veprimtari, pasi sipas saj këto kompetenca i takojnë autoriteteve qendrore, AKM-s ose ministrisë.
Agjencia Rajonale e Mjedisit sqaron se nuk është organ miratues lejesh, por ushtron vetëm funksione inspektuese dhe teknike mbi subjektet që zdotrojnë leje mjedisore. Mëtej, ARM bën me dije se për zonën e Mifolit rezulton vetëm një aplikim i depozituar i lidhur me ndërtimin e barezave të reja në fshatin Mifol. Njësia administrative në Vosel Bashkia Vlorë, sipas këtij institucioni, nuk ka aplikime të tjera për marrje inertesh, gryerje toke apo veprimtari të ngjashme në këtë zonë. Edhe Bashkia Vlorë përmes drejtorisë urbanistikës konfirmon se nga verifikimet e kryera nuk rezulton të jetë lëshuar asnjë leje apo autorizim tjetër urbanistik që lidhet me gryerjen e terrenit, marrjen e dherave apo kryerjen e punimeve të kësaj natyre në vendodhjen e konstatuar. Në anën tjetër, prefektura e Qarkut Vlorë ka kryer monitorim në teren, ku ka konstatuar praninë e disa mjeteve të rënda, eskavator dhe makina transporti. Në momentin e verifikimit, sipas institucionit të prefektit, mjetet kanë qenë të fikura dhe pa aktivitet pune. Prefektura sqaron se ka komunikuar me kryetarin e fshatit Mifol Kastriot Çobo, i cili ka deklaruar se mjetet e përkasin firmës ndërtuese të aeroportit të Vlorës dhe se materiali nxjerr transportohet për nevojat e këtij projekti. Pas këtij konstatimi, prefekti i Qarkut Vlorë ish drejtuar zyrtarisht Bashkisë Vlorë, drejtorisë vendore të policisë Vlorë dhe IMT-së Vlorë, duke kërkuar informacion më të detajuar dhe të dokumentuar lidhur me aktivitetin në këtë zonë. Nga dokumentacioni administruar, rezulton se dhe kompania Vlora International Airport ka njoftuar IKMT-n për fillimin e punimeve të sistemimit të terrenit për zgjerimin e barezave të fshatit Mifol. Në shkresën e saj, kompania deklaron se punimet kryen në kuadër të bashkëpunimit me pushtetin vendor dhe në interes të komunitetit lokal, duke u bazuar në një dokument të lëshuar nga Bashkia Vlorë, njësia administrative në Vosel. Sipas vijas, ndërhyrja konsiston në largimin e materialit të dheut, shërshimin dhe sistemimin e sipërfaqes së terrenit, si dhe përgatitjen e parcelës për përdorim si hapësirë barezash për komunitetin lokal. Kompania deklaron gjithashtu se ka marrë përsipër rehabilitimin e rrugës së aksesit që lidh fshatin me zonën e barezave. Në shkresë, vija thekson se këto ndërhyrje nuk përbëjnë zhvillim ndërtimor dhe nuk përfshin ngritjen e strukturave ndërtimore, por vetëm punime sistemimi dhe përgatitje terreni. Kompania pretendon se punimet do të kryen pa kosto financiare për komunitetin, si kontributi i saj për përmirësimin e kushteve infrastrukturore në fshatin Mifol. Një tjetër dokument i bashkëlidhur lidhet me përgjigjen e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, e cila në përgjigje të kërkesës së vijas ka vlerësuar se projekti nuk duhet të nënshtrohet procedurës së vlerësimit të ndikimit në mjedis. Megjithatë, përgjigjet e institucioneve lënë të hapura disa pyetje thelbësore. Nëse nuk ka leje urbanistike për gryerjen terreni apo marrje dherash, me çfarë dokumentacioni konkret është kryer largimi i materialit nga kodra? Nëse aplikimi i vetëm lidhet me varrezat, është verifikuar nëse sasia e dheut të nxjerr dhe transportuar përputet me nevojat reale të këtij projekti. Dhe nëse materiali, siç është deklaruar nga kryetari i fshatit, përdoret për nevojat e aeroportit të Vlorës, a ekziston një akt zyrtar që lejon këtë transferim? Banorët pretendojnë se krahas premtimit për zgjerimin e barezave janë dhënë dhe angazhime të tjera për fshatin, si shtrimi i rrugës, ndërtimi i një fushe sportive dhe rehabilitimi i kanalit kullues, por sipas tyre deri më tani asnjë nga këto ndërhyrje nuk ka nisur. Ata shprehen se aktiviteti me mjete të rënda ka sjellë plur, zhurma dhe shqetësim në zonë, ndërsa disa kamion sipas tyre kanë qarkulluar pa mbulesë, duke shpërndar materiale gjatë rrugës. Çështja e kodrës së Mifolit tashmë nuk është vetëm një shqetësim lokal. Ajo ngret dyshime për mënyrën se si përdoret territori, për mungesën e transparencës mbi dokumentacionin dhe për raportin mes një projekti publik si aeroporti dhe ndërhyrjeve në pronë apo hapësirë rurale. Banorët kërkojnë që Bashkia Vlorë, IKMT, IMT, Policia e Shtetit, Prefektura dhe institucionet mjedisore të kryen një verifikim të plot në teren, të bëjnë publike lejet, autorizimet, akte teknike dhe çdo marrëveshje të mundshme që lidhet me marrjen e dherave nga kodra e Mifolit. Deri atëherë mbetet e paqartë nëse ajo që po ndodh në kodrën e Mifolit është vetëm sistemim për vareza, siç pretendohet në dokumente, apo një shfrytëzim më i gjerë i materialit të terrenit për nevoja të tjera. Punimet për riasfaltimin e rrugës Enver Jaho, Lagja 24 Maj, kanë shkaktuar këtë të hënë kaos në trafikun rrugor dhe një sër problemesh në zonë. Banorët e cilësojnë si pikun e sezonit veror si një periudhë e papërshtatshme për të kryer të tilla punime, që fare mirë mund të ishin realizuar në dimër. Një tjetër segment rrugor ndërmjet kryesorë dhe të frekuentuarit në qytet, po riasfaltohet përgjatë kësaj të hëne. Punimet në rrugën Enver Jaho, pjesë e lagjës 24 Maj, kanë shkaktuar kaos në trafikun rrugor dhe një sër problemesh në zonë.
Banorët e një prej lagjeve kryesore të qytetit të Vlorës thonë se prej fillimit të punimeve nuk janë lajmëruar. Sipas tyre, segmenti kryesor rrugor i lagjes është bllokuar duke sjellë vështirësi për kalimin e tyre, por edhe të automjeteve. Banorët e cilësojnë pikun e sezonit veror si një periudhë të papërshtatshme për të kryer tilla punime, që fare mirë mund të realizoheshin edhe në periudhën e dimrit. Të mira janë, po do ishte më mirë të ishin verë më parë. Tani ja bllokojnë makina, bllokojnë qarkullimin e njerëzve, njerëzit shtojnë, bëjnë edhe punimet. Ngarkesë e madhe është. Shumë ngarkesë. Kanë qenë domosdoshme në këtë kohë. Po ngarkesë, bjeri, makinat na shkatruan çdo gjë. Po megjithatë, po më mirë do bëhet. Ngarkesë ka. Gjithë ngarkesë, kollaj është, do bëjnë gjithë to par punime. Keq është. Shumë keq. Duhet në shtator paktën, po na ardhi më se e bëjnë çfarë të bësh. Ka si ngarkesë kjo në trafik. Po dhe ka sjellë, të shik këta janë plazhista, kalojnë autobusat shpesh. Ka probleme për çfarë të thosh, ata e dinë. Në total janë 31 segmente rrugore që do të asfaltohen për gjatë muajit korrik. Deri më tani janë asfaltuar 6 të tilla dhe pritet që në pikun e sezonit turistik të riasfaltohen edhe 25 të tjera. Mbi 5.000 qytetarë dhe bizneset debitorë në Bashkinë Vlorë mund të përfitojnë nga fshirja dhe lehtësimi i detyrimeve të taksave dhe tarifave vendore. Sipas të dhënave zyrtare, detyrimet e krijuara deri më 31 dhjetor 2014 fshihen plotësisht, pa që nevoja e kryerjes së ndonjë pagese. Mbi 5.000 qytetarë apo bizneset do të përfitojnë nga falja apo ulja e gjobave dhe kamat vonesave. Kjo edhe në bazë të vendimi referuar pikërisht të gjobave dhe kamat vonesave të vendosura nga institucioni i tatim taksave vendore. Në bazë të këtij vendimi do të përfitojnë totalisht fshirje të detyrimeve për kamat vonesat dhe gjobat të gjitha ato bizneset të cilat i kanë shlyer detyrimet deri në vitin 2014. Ndërkohë, për sa i përket bizneseve të cilat kanë gjoba apo kamat vonesa nga viti 2014 deri në 2019 do të përfitojnë ulje të ndjeshme të tyre nëse do të paguajnë gjitha detyrimet ligjore që parashikojnë këto vite. Për sa i përket bizneseve të cilat kanë gjoba apo kamat vonesa në vitet 2020 deri në vitin 2024 duhet fillimisht të shlyejnë të gjitha detyrimet e tyre ligjore pranë institucionit të drejtës së tatim taksave vendore dhe më pas do t'i falen të gjitha kamat vonesat apo gjobat e vendosura në këtë afat kohor. Mbi 5.000 qytetarë dhe biznese debitori në Bashkinë e Vlorës mund të përfitojnë nga fshirja ose lehtësimi i detyrimeve të taksave dhe tarifave vendore në zbatim të ligjit numër 86/2025 dhe udhëzimin numër 11, datë 14/5/2026. Sipas të dhënave zyrtare, detyrimet e krijuara deri në datën 31 dhjetor 2014 fshihen plotësisht pa qenë e nevojshme kryerja e ndonjë pagese. Ndërsa për detyrimet e periudhës 2015-2019, taksa paguesit mund të përfitojnë falje të pjesshme të principalit dhe fshirje të plotë të gjobave dhe kamat vonesave, nëse kryejnë pagesën sipas afateve të përcaktuara. Për detyrimet e viteve 2020-2024, kërkohet shlyerja e plotë e principalit, ndërsa më pas falen gjobat dhe kamat vonesat. Nga kjo skem përfitojnë subjektet që nuk janë në proces penal për vepra në fushën tatimore apo doganore, nuk kanë procese administrative të pambyllura dhe nuk janë në proces gjyqësor me administratën tatimore. Sipas drejtorisë së tatim taksave, në fashën e parë të faljes, por detyrimet deri në fund të vitit 2014 përfitojnë 1199 taksa pagues me një vlerë totale për rreth 117.3 milion lekësh. Për periudhën 2015-2019 janë 1466 taksa pagues me detyrime rreth 92.7 milion lek, ndërsa për vitet 2020-2024 rezultojnë 2765 taksa pagues me detyrime që arrijnë në afro 191 milion lek. Deri tani është vijuar edhe me faljen e detyrimeve mbi bazën e kërkesave të subjekteve në vlerën 1.43 milion lek. Hetimi i nisur nga Prokuroria e Vlorës për dyshime mbi falsifikimin e dokumentave dhe tjetërsimin e pronave në zonat e radhimës Dukatit dhe Orikumit tashmë i ka kaluar spakut, pas shpalljes së moskompetencës nga Prokuroria e Vlorës. Një hetim i nisur më herët nga Prokuroria e Vlorës lidhur me tjetërsimin e pronave apo përdetësimin e tyre me dokumentacione jo të rregullta apo në mënyrë të falsifikuar për prona në Dukat, Radhim dhe Orikum, duket që prokuroria ja ka kaluar për mos kompetencë prokurorisë së posaçme SPAK. Ende nuk dihen të dhëna se kush janë personat të cilët janë hetuar, por ajo çka flasin burime brenda prokurorisë së Vlorës bën me dije se në ditët e mëparshme disa banesa janë kontrolluar nga ana e prokurorisë së Vlorës.
lidhur me përdhetësimin e pronave në mënyrë jo të lishme. Një hetim i nisur nga prokuroria e Vlorës për dyshime mbi falsifikimin e dokumenteve dhe tjetërsimin e pronave në zonat e Radhimës, Dukatit dhe Orikumit tashmë ka kaluar në kompetencë të SPAK. Prokuroria e Vlorës ka shpallur mos kompetencën dhe ja ka përcjell dosjen prokurorisë posaçme, e cila bazuar dhe në kallëzimet e depozituara nga banorët të zonës, ka regjistruar procedimin penal. Burime bëjnë me dije se krahas dosjes së transferuar, SPAK ka kërkuar nga prokuroria e Vlorës edhe aktet hetimore të administruara gjatë fazës paraprake të hetimit. Në vijim të këtyre veprimeve, SPAK dhe prokuroria e Vlorës kanë ushtruar kontrollin në disa banesa në Vlorë, mes tyre dhe në zyrat e hipotekës së qytetit. Hetimi lidhet me dyshimet se sipërfaqe të konsiderueshme toke bujqësore në Orikum, Dukat dhe Radhim janë tjetërsuar përmes dokumenteve të falsifikuara dhe më pas janë regjistruar në hipotek, duke dëmtuar pronarët që pretendojnë se i kanë përfituar tokat sipas ligjit 7501. Sipas të njëjtave burime, kallëzimet janë depozituar nga një grup banorësh të Orikumit, Radhimës dhe Dukatit, të cilët kanë kërkuar hetim për veprat penale, shpërdorim detyre, falsifikim dokumentesh dhe dyshime për veprimtari në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal. Një ngjarje e rëndë është regjistruar pas ditën e së dielës në Jalë, ku një 74 vjeçar është gjendur pa shenja jete në dhomën e një hoteli. Dyshohet se 74 vjeçari mund të jetë rrëzuar aksidentalisht brenda dhomës duke goditur kokën. Çka ka rezultuar fatale për të? Një ngjarje e rëndë është regjistruar pas ditën e të dielës në Jalë në bashkinë e Imarës, ku një person ka humbur jetën pas një aksidenti të ndodhur në dhomën e hotelit ku po qëndronte. Sipas informacioneve paraprake, dyshohet se viktima ka rrëshqitur brenda dhomës së hotelit dhe ka goditur kokën me forcë. Menjëherë në vendin e ngjarjes mbërriti shërbim mjekësor, i cili i dha ndihmën e parë dhe e transportoi drejt spitalit të Imarës. Megjithatë, pavarësisht përpjekjeve të pashtrërueshme të mjekëve, ai nuk mundi të mbijetonte plagëve të marra. Sipas të dhënave paraprake nga policia e Imarës, goditja në kokë ka shkaktuar dëmtime të shumta dhe të rënda, përfshi edhe fraktura në kafkës si dhe trauma të rënda cerebrale që rezultuan fatale. Policia ndërkohë nisi menjëherë hetimet për të dokumentuar plotësisht rrethanat dhe detajet e ngjarjes, ndërsa paraprakisht dyshohet se bëhet fjalë për një aksident. Dolën për të eksploruar terrenin e vështirë të Gjipes, bien dhe bllokohen në një gremin 4 turistë, ku njëri prej tyre pësoi fraktura. Pas lëshimit të alarmit SOS, drejt vendit u nisën efektivët të stacionit të policisë së Dërmiut, si dhe njësia zjarfikse e Imarës, të cilët bën të mundur shpëtimin e tyre. 4 turistë u bllokuan në kanionet e Gjipes, pjesë e territorit të bashkisë së Imarës mes ditën e së dielës. Ata kishin dalë për të eksploruar në terrenin e vështirë të Gjipes, kur papritur ra në një gremin dhe njëri prej tyre pësoi fraktura. Pas lëshimit alarmit SOS menjëherë drejt vendit, u nisën stacioni policisë së Dërmiut dhe njësia e zjarfikse së Imarës për shkak të situatës së vështirë të terrenit, por dhe dëmtimeve të një prej turistëve u kërkuan ndihmë shtesë. Në vend mbritën forcat e policisë Delta në Vlorë, forcat e ndërhyrjes së shpejtë, një grup alpinistësh, ekipi mjekësor, si dhe në të njëjtën kohë u koordinua dhe një operacion me helikopterin e forcave të armatosura nga ajri. Pas disa përpjekjeve nga ajri, helikopteri arriti të shpëtonte në gjendje të mirë shëndetësore 2 turistët e parë, rreth orës 20, por për shkak të errësirës dhe terrenit u detyrua që operacioni të vijonte nga toka për nxjerrjen e 2 turistëve të tjerë. Ndërsa operacioni vijonte nga toka në kushte jo në favor për shkak të errësirës, por dhe terrenit të vështirë, ekipet nga toka arritën të nxirrnin rreth orës 23:15 dhe 2 turistët e tjerë, ku siç duket dhe nga pamjet, njëri prej tyre me fraktura duke u transportuar me barel. Ky është rasti i dytë brenda 48 orëve që turistët e huaj në kërkim të njohjes së natyrës humbin kontaktet apo rrezikojnë në terrene të vështira. Më herët në kanionet e Gjipes, 2 turistë babebi nga Rumania pësuan të njëjtën situatë me fraktura. Të nderuar shikues, kjo është edhe gjithçka e përgatitur për edicionin informativ këtu në Blu Televizion. Bashkë miru takofshim.